Pandemia Covid-19 ka krijuar një situatë të vështirë ekonomike tek shumë familje, ku përjashtim nuk bëjnë as ato të policëve të rënë në krye të detyrës. Për të qenë pranë tyre në këtë ditë, me një kontribut të saj nishte edhe Agjencia Investigative Stop Krimit, e cila në bashkëpunim me biznesmen vendas dhe që jetojnë jashtë Shqipërisë, dhuroi 65 pako ushqimore. Ato u dorëzuan në Komisariatin e Policisë së Shkodrës, ku do të grumbullohen me donacionet e tjera e më pas t'i shpërndahen këtyre familjeve. Jemi sot këtu në Shkodër për t'i dhënë disa ndihma familjeve të rënë detyrë policëve dhe sot unë kam ardhur për falendëruar disa bashkëpunëtorë të agjencisë. Falenderoj të gjithë Komisariatin e Policisë të Shkodrës se u gjindën menjëherë sapo ne i çum një mesazh, ato ishin gatshëm për të bashkëpunuar me Agjencinë Investigative Stop Krimit me qendrën në Tiranë. Dhe të gjithë ne kemi pruar 65 pako. Të gjitha këto paka ushqimore do i shpërndajnë, ja kanë marrë përsipër Komisariati i Policisë Shkodër për t'i shpërndarë. Duke parë dhe situatën pandemike në të cilën po kalon mbar bota, gjithashtu normale edhe vendi ynë, lindi ideja që të merret kjo iniciativë në ndihmë dhe si kontribut për familjet e punonjësve të policisë të rënë në krye të detyrës dhe për shkak të detyrës. Të them të drejtën, kontributi është i madh, është i shpërndar gjeografikisht në vende të ndryshme të botës. Nuk është iniciativa e parë, është në kuadrin e vazhdës të shumë aktiviteteve që po organizon kjo agjenci. Kontributi i saj do shtrihet në mbar Shqipërinë. Zakonisht do preken to target grupet në cilën janë nevojë dhe kanë probleme të theksuara sociale-ekonomike. Ky kontribut i ardhur në këto momente është edhe një mesazh për të gjithë ata që kanë një mundësi sa do të vogël që të jenë pranë familjeve të policëve të rënë në krye të detyrës, ku në të gjithë vendin numërohen rreth 260 efektiv që kanë humbur jetën me uniformën e shtetit.